prindërve. Po, kjo nuk e di, të paku nëse keni gjë për të shtuar. Po. Për të shtuar, vetëm do t'i shtoj të njëjtës linjë mendimi, sepse bie absolutisht dakord me çdo gjë që u tha. Problemi nuk është vetëm se e thash, e përmenda që në fillim, e heshim pjesën e kredisë për shtëpi dhe çdo gjë tjetër. Problemi i të rinjve në Shqipëri, familjeve të reja është që kudo që ata kthehen, në çdo aspekt të jetës do gjejnë probleme. Që tek kosta e jetesës shumë e lartë. Nuk po flasim për cilësinë e jetesës, cilësia ushqimeve, ndotja e ajrit, gjëra elementare që ne kemi harruar si të rinj shqiptar. Ne duam vetëm një banesë tani që strehohemi dhe që të krijojmë familje. Mungojnë për shembull, do thoja që duhet edhe nxitja e mundësive të kreditimit 0,1% pra për të rinjt, kredive për start-up dhe çdo gjë tjetër që mund t'i suportojë të rinjt, dhe unë prandaj se nuk dua ta kthej në çështje politike, por unë prandaj kam qenë një simpatizante shumë e madhe e programit Partisë Demokratike për zgjedhjen 11 majit, me shprehjen e famshme një çati për çdo çift, sepse aty përfshiheshin kredite buta dhe është një gjë e madhe ti thuash një të riu sot, një familje të re që ne do t'ju suportojmë dhe ju do të keni një çati ku të krijoni atë familjen tuaj. Kjo është një gjë shumë e madhe dhe do thoja që në vendin tonë, pra përpos këtij programi duan edhe politika për momentin të ngjashme, do thoja jo më larg se në Hungari, për shembull, se aty ai është vendi që është më pro familjes që mund të përmendim, dhe politika të ndryshme për shembull që ata kanë për familjet e reja. Nuk është vetëm dhënia e granteve, dhënia e kredive të buta që ne do t'i përfshinim në programin e Partisë Demokratike në rast se do të vinim pushtet, kredive të buta, pjesërisht të falshme në varësi edhe të numrit të fëmijëve, se edhe këtu në vendin tonë ekziston një gjë e tillë, më duket, për numrin e fëmijëve që mund të bësh etj, po ajo është e pallogaritshme dhe unë kam patur kushurira të mia, miq të mi që e kanë përfituar atë grantin që ishte ajo dhe më beson nuk dilte as për shpenzimet e fëmijës, dhe halli të mendosh për gjë tjetër. Apo edhe lehtësira për shembull të tjera tatimore për të rinjt, pra të tatimit mbi të ardhurat e fituara etj. Pra këtu mungon është një problem total i të gjithë gjës, po nisur nga muhabeti i kredive. Jo thatë shumë mirë arsyetimin. Dhe këtu pastaj nxitet emigrimi dhe si në gjithë ato. Po, jo thatë shumë mirë. Unë me kaq se do paguaj këtu kës kredie, u jetoj në Gjermani me qera, profesionin e keni që punoni dhe këtu dhe në Gjermani, si shumë të rinj të tjerë, thonë përse kushtoka më lirë dhe gjithë gjërat në Gjermani se në Shqipëri. Dhe minimumi cilësia e jetesës. Të blesh market atje është më lirë se sa këtu, dhe cilësia e jetesës, pastaj gjithë shërbimet e tjera i ke okay. Siguria.